Shtrimin me studimet e mia që I bërë në aspektin e gjyqtisë dhe në studimin e florës dhe faunës. Prandaj të gjitha këto misione ne ja u përcjellim atyre profesorëve, të cilët I demonstrojnë para studentëve tyre. Edhe I përshëndes në emrin tuaj edhe timin mund nga ky mision. Dokumentar, shkencor dhe gjatë. Mesin e gjatarëve ka profesionalistë të ndryshëm, gjeograf, historiana, gjeolog, geodet, prandaj është jemi shfrytzuar aftësitë e tyre, kështu se ne këtu jemi në komunën e Deçanit. Pozita gjeografike është Deçani gjendet në pjesën jugperëndimore të Kosovës. Ka një lartësi mbi tetërore 500 metra mbi nivelin e detit, por më rrin deri në 2656 metra deri në Gjaravicën, që është moja më e lartë në afër të Kosovës. Prandaj, prej 500 metra deri në 2656 metra e gërsirat tona që I kemi pasuri kombëtare dhe që kemi detyrë morale, njerëzore dhe humane me ri, me kultivue dhe mu marë me zhvillimin e tyre, e jo me I dëmtue, për arsye se gjatari nuk është kasap I tyre, po është rujt edhe mbrojtës I tyre, vetëm në mënyrë simbolike duhet me bo vrasin e tyre. Ju falenderoj. Që këtu, në 17 janor 2010, jemi afër të Gjujt, ujkun dhe Verbën, jemi në hyrit e bjekës Babatit, në qatë komunën e Deçanit, dhe gjatarët jenë shpet, të një kohën të këtë të të në zadarë, jenë të gjithë në përta që më sajnë të satuar, që mas regullit të gjyqtisë, por një grup gjatarës këtu, që I kemi në Paklina,